Sigurisht që sot ishte një seancë plenare jashtëzakonshme, e cila sigurisht kishte për detyrë të mobilizonte kuvendin për të votuar, jo duke vendosur vetëm firmën ke presidentit Trump, po për ta vendosur në kuvend dhe kuvendi të firmoste dhe pastaj sigurisht kryeministri ta përfaqësonte dhe të firmoste me presidentin Trump. Edi Rama kësaj radhe duke pasur përballë një opozitë të humbur, një opozitë të turpshme, një opozitë e cila nuk është opozitë, e cila nuk i shërben vendit. Shfrytëzoi rastin dhe bëri leksionin e tij. Jo vetëm që ju tregoj që ka ardhur ftesa nominale për mua, por që unë e dërgoj edhe në kuvend për të firmosur nga të gjithë aty, përfshi dhe ata që i quajnë atij që i ka ardhur ftesa, Ramadurës, dhe që pritnin të arrestonin amerikanët me forca speciale ose ta merrnin në Amerikë të arrestonin aty. Dhe kjo është mas vërtet, kështu i kanë thënë ato, që kanë mbushur vendin. I bën që të firmosin për Ramadurën. Nuk ka opozitë më të turpshme se sa kjo. Sepse nëse nuk do firmosin, thjesht do të bëjnë anti-amerikanin e vërtet si punër janë dhe anti-Trumpin, duke thënë që jemi të Trumpit. Duke qenë qartë që s'ka administrat Trump që të heqë bashkëpunëtorëve dhe njerëzve të cilëve ju din biografinë, si Sali Berisha, non grata. Ju majte një diskurs për t'ju treguar se sa të vegjël janë. Ju tregoj që jam i ftuar edhe në parlamentin izraelit që shkojnë shumë pak njerëz për të folur e për të marrë beneficet e folurës në atë parlament, dhe njëkohësisht ju tha që unë jam ndryshe atyre që vendosin firmën, do të jemi të gëzuar që presidenti Trump jam merr dorën asaj Vjosa Osmanit, unë s'du ta shoh me sy të ballit atë Vjosën, po kur shefi i shtëpisë bardhë e merr me të mirë, sigurisht nuk ka marrë vetëm me të mirë Vjosën, po ka marrë popullin e Kosovës. Dhe në këtë rast unë jam me Vjosën. Se sigurisht është shqiptare si unë, se du politikisht, po nuk e ka marrë mike, si që kanë këta. Shërmike ime. Është presidenti e Kosovës. Ata kanë zgjedhur. Dhe nëse e merr me të mirë, Trump sigurisht merr me të mirë Kosovën. Dhe nëse merr me të mirë Edi Ramën, merr me të mirë Shqipërinë. Dhe nëse vjen e do investoj dhe vjen edhe Ivanka Trump, jo tha, në fakt. Nuk shkova atje në Davos, ose të shkoj në Amerikë, por preferova vajzën, po jo pa leje të babës. Këta nuk din çfarë bëjnë tash, kanë luajtur mend. Po megjithatë dëgjojnë çfarë ju tha, atë çfarë duhesh për të thënë. Dhe kësaj radhe, edhe pse kam 1000 vrejtje për Ramën, këto fjalë edhe më keq se sa ka që t'ja kisha thënë dhe unë. Sepse ata turprojnë vendin. Turprojnë vendin në të gjitha drejtimet. E marrin qafë, mirë se e kanë lënë të gjithë vendin pa opozitë, pa alternativë politike, në sajt një plaku aty demente, në sajt një 83 vjeçari që s'di çfarë bëjtë. Po kanë lënë edhe të ardhmen e Shqipërisë, pa një konsekuencë për sa i përket ndërkombëtarëve dhe miqve që kemi. Dëgjojeni. Sa më shumë më thoni Ramaduro, aq më shumë unë e dëgjoj Ramaduro se këtë punë keme këta. Punë e madhe shumë se Tony Blair s'ka marrë kur 100 darkë nga shteti shqiptar. Punë e madhe shumë se pa Tony Blairin nuk do kishte ndodhur bombardimi i Beogradit dhe futja e NATO-s në Kosovë, që ju e doni aq shumë atë Kosovë, dhe prandaj nuk ndalua së quaj naftë Slobodani dhe nuk lat gur pa luajtur sabotonit Rambujen dhe nuk lat fjalë të poshtër pa thënë për UÇK. Nga dashuria për Kosovën e kishit. Qojnë spak se tani që ushtria amerikane e anulloi hyrjen me helikopter në kryeministri, spaku është stacioni i fundit i rrugës së shpresës suaj për pushtet.
Ju fituat, unë nervos, unë kam pasionin e ati që shef se si të gjitha kurthet në pyll janë plot, hap, po për ato kurthe duhet durim. Prandaj, mos sa më shumë më thoni Ramaduro, aq më shumë unë e dëgjoj Ramaduro se këtë punë keme këta. Kështu që hiqeni Ramaduron se më shtoni durimin. Ja këtë ju tha. Dhe sigurisht i ka të drejta ato që tha. Absolutisht të drejta. Këta ishin kundra Rambujes, këta ishin kundra UÇK-s, këta kanë bërë edhe thyrjen e embargos për Miloševićin në kohën e tyre, s'kan lënë gjë pa bërë. Dhe këta thanë që do arrestohet, këta thanë që do ta burgosin, këta do Ramaduron, do ta marrin më keqësis. Këta janë. Kjo është narrativa e tyre. Edhe çfarë del mas kësaj narrative? Del ky konkluzion. Del Ivanka Trump, Kushner, firma që do japin, Rama te Trumpi, Rama në Parlamentin Izraelit, Rama në Evropë, e këta ku? Ta kërkon. Ja këtë, kjo është opozita. Kjo është faqja e zezë. Si janë ka të ndisur kështu, si mundet përfaqësohen këta akoma me Sali Berishën, Gazbardhin, Mul Nokën, në ku diun se kush janë atë. Si ka mundësi të jenë këto alternativa e Shqipërisë. Është fatkeqësi e jashtëzakonshme. Mirë pushtetin e dim që do ta kritikojmë. Mirë pushtetin e dim. Dakord, në rregull. Por ama tash s'ju ka faj kërkush. Asnjëri këtyre kanë të gjitha fajet, absolutisht i kanë vetëm. Dhe jo vetëm që kanë faje. Po tash po marrin qaf dhe ata që i ndjekin pas. I kanë marrë në qaf dhe i kanë bërë bashkë fajtor si vetë. Dakord, miqtë e mi? Miqtë Prizmës, dje, për mbase është edhe sot, ishte një vizit e Jared Kushner edhe Ivanka Trump. Sigurisht ishin ardhur bashkë me disa pjesë të investitorëve, arkitektëve, por mbas tyre ishte edhe një zyrtar i lartë i cili nuk u bë kurrë i ditur kush ishte. Janë interesat e biznesit për investime turistike në Ishën e Sazanit, Zvërnecin dhe Lagunën. Normalisht që kjo është një nga metodat e mira për zhvillimin. Por lexoja tash disa prej elementeve patriotik, kur shitej Shqipëria, kur sultani e Shqipërisë po ja shite Amerikës dhe familjes, pasuritë e Vlorës, po shite Vlorën, po bësh tradhtar më keq se sa Esat Pasha, dhe mohabet e tilla. Jo vetëm këtu Majmundleku jon, por dhe ai kosovar. Janë patriotët e Facebookut edhe patriotët ignorantë dhe delirantë, armisive politike dhe të pushtetit, të cilët pikërisht bëjnë këtë marrëzinë patriotike, të cilët nuk zënven asnjëherë, nuk janë qetësuar kurrë dhe në përgjithësi ata janë të detyruar të shkatrojnë çdo lloj koherence dhe çdo lloj zhvillimi të vendit. Çdo lloj investimi i madh ose çdo lloj, po themi, investimi i madh privat, për to është tradhti kombëtare. I kemi edhe këtu në Shkodër. Një diçka private të madhe të bësh, ata e quajnë tradhti ndaj Shkodrës, ndaj qytetit, shkatrim ti, po kështu edhe atje. Është mënyrë e jetesës edhe mbi jetesës tyre, kaq din. Për fat ata nuk janë zot ta ndalojnë këtë punë, zhvillimi është, por praktikisht nuk duhet ta ngatrojmë politikën me biznesin. Zhvillimi i Vlorës sigurisht ka pasur gjithmonë. Vlora është një vend i mrekullueshëm. Është një gjë e jashtëzakonshme, është Sazani, Zvërneci, Karaburuni janë një pjesë fantastike e bukur e
Shqipërisë. Dhe normalisht, nëse është për ta zhvilluar nga ana turistike, në moment më të mirë zhvillimi që i ka rënë mend për të zhvilluar është pikërisht kjo arsye. Askërkush nuk do të shesi, aty nuk shitet toka, nuk është shitur dhe nuk do të shitet kurrë, sepse ndalohet me kushtetutë dhe nuk mund ta shesës, po e jep në përdorim, e jep në koncesion, por tokë shqiptare nuk shitet as nuk transformohet. Dhe këtë nuk e bëjnë as Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk e bën biznesi. Biznesi ka sapet e veta, ka logjikën e vet. Ngjarjet me Trumpin ose me Groenlandën, të cilat do t'i sqaroj pak më vonë, janë elemente të tjera. Sigurie këtu nuk bëhet fjalë për sigurinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe ambicien e saj për të pushtuar Shqipërinë, sepse këtu edhe dashmi u bën një referendum bën shteti 51 i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Problemi është i zhvillimit të Vlorës. Dhe Vlora me këtë zhvillohet. Kjo është arsyeja për ta zhvilluar. Sigurisht që Vlora ka historinë e saj, ka historinë e mbrojtjes së saj, luftrave, gjakut që ka derdhur, dhe ata nuk shkelen, por biznesi edhe amerikanët në Vlorë nuk do të thonë shitje e Vlorës. Dhe absolutisht shitje e Vatanit, e Atdheut, tradhira. Këto janë marrëzira të cilat nuk i bëjnë vetëm njerëzit e çoroditur, të shurdhuar vesh edhe sysh. Njerëzit që kanë humbur shpresën se ndonjëherë me anë të leadershipit të tyre do të vinë pushtete dhe të marrin edhe një herë beneficet që i jep pushteti. Është fatkeqësi e madhe mendimi në mënyrë të tillë i tipit të këtyre njerëzve, mënyrës menduarit dhe të jetuarit të këtyre njerëzve. Kanë ndejur, ka kaluar, pastaj kanë bërë një vizitë edhe në Orik, domethënë aty po vizitohet edhe interesi është i përgjithshëm për gjithë Vlorën. Natyrisht hap frontet mëdha punës, natyrisht hap zona turistike më intensive në bregun lindor të Adriatikut. Për këtë punë po e bëjnë. Dhe për të kontrolluar, nëse ka kontrolluar kush Otrantën deri tani, me të vërtet Enver Hoxha thotë ne i kemi kyçet, kishte fjalë për kyçet e Otrantës, por tash realisht për paqen, edhe për luftën, po të duash, kyçet i kemi ne. Sepse sigurisht është e përforcuar me bazë, sigurisht janë investitorë të cilët kanë interesa të jashtëzakonshme, jo thjesht fitimit tyre, po turizmit botëror, nivelit lartë turizmit botëror, dhe Vlora është e posaçme për këtë. E posaçme. Dhe Vlora sigurisht e meriton të jetë e posaçme, sepse vlonjatët aty janë njerëz të zgjuar. 500.000 veta facebookistë që i kanë mbetur Sali Berishës ose marrëzisë politike më keq se Sali Berisha, nuk i bëjnë gjë Vlorës, është më e madhe se sa ka Vlora. Normalisht pastaj nuk do ketë mundësi as të vuaj nga ujit, aty plasin tubat, sepse kur bëhet një investim i madh që thonë që është 1.4, pra ai nuk është investim për 1.4, ai shkon rreth 4 miliardë. Gjithë Vlora do të jetojë me atë investim, pastaj është në raport me të pjesë e një sublimiteti turistik vlonjan. E gjithë zonës atje. Kjo nuk është ëndër. Nëse fillon investimi dhe nëse avancon përpara, është diçka që është e prekshme. Kush nuk i ka prekur në gjitha zonat e intensitetit turistik, nuk i ka prekur këto benefice. Gjithë e din. Kjo ishte ajo sa për kontaktin, jo Rama, jo Tradhtia, jo Ivanka Trump, jo Trumpi, jo Jared Kushner, jo na shiti Vlorën në Vlorë tash nuk dorëzohet, ne derdhim gjak, kështu marrina, kështu bullolliqesh. Kështu gati e këtyne si 1920-ën, kur hodhën italianët detet dhe pastaj erdhën 1990-ën e tha ku jeni ma se bëm gabim, na falni. Italianët janë interesante dhe kanë dhe ata humor, nuk kanë vetëm Shkodër, vetëm Vlorë bëhet humor, bëhet edhe humor shumë i mirë, jashtëzakonisht humor i mirë. Kjo e iku. Tjetra është detyrimi për të hedhur firmën, edhe po ndëgjoja edhe firmën për punën e bordit. Natyrisht që Rama është treguar jo i zgjuar, po ligjor, shumë në zbatim të ligjit për punën e aprovimit të pjesëmarrjes në bordin e presidentit Trump. Rama e di që ai bord është për t'i bërë kashillek OKB-s. Por Rama vetë ka mendimin që OKB-ja është një element gjigant që funksionon keq.
Në qoftë se OKB-ja do kishte peshë kaq të madhe, ne nuk do kishim sot Kosovën. Bile nuk e them unë, po e thot edhe presidenti Putin. Kur është zbatuar në herë, thot për OKB-n, rezolutat e OKB-s nuk janë zbatuar nga perëndimorët dhe sot është përçar Jugoslavia dhe Serbia me anë të Kosovës. Po ta kishin pyetur OKB-n kurrën e kurrës, edhe sidomos atë element të OKB-s që janë 5 fuqitë e mëdha, asnjëherë nuk do kishin Kosovën sot shtet të pavarur. Shqiptarët duhet të kenë interesat e tyre, edhe Rama këtë e di shumë mirë. Po t'ishte pyetur OKB-ja, sot nuk do kishte Kosovë shtet. Jo. Do t'ishte një diçka e cila o do mbytesh në gjak, o nuk e di çfarë forme do t'ishte, po shtet, jo. Ndërhyrja është bërë pa e pyetur. Dhe nuk është bërë vetëm në ato moment, por disa momente tjera. Edhe bombardimet për mbi në mes të Evropës, për mbi Beograd, nuk janë bërë duke e pyetur OKB-n, duke i marrë leje Këshillit të Sigurisë. Nuk janë bërë për të punë. Janë bërë duke edhe në kohë të Clintonit, se thonë për Trumpin, nuk e ka pyetur as Clintoni, as Obama, nuk e ka pyetur as Bush. Plaku dhe Bush i riu, OKB-n edhe Këshillin e Sigurimit, as në Irak, as në Afganistan. Por nuk është e para herë kjo punë që ta akuzojnë Trumpin. Trumpi masa egzagerohet, ka qef të egzagerohet, bën si ekzibicioniste dhe natyrisht tyre ju vjen keq. Por ata qetësisht duke thënë fjalë të bukura e kanë thyer sa herë nuk e kanë pyetur OKB-n. Në këtë mes Rama kthehem tash. Do që duke e ditur pikërisht këtë punë, do që ta aprovoj me anë të qeverisë dhe pastaj ta hedhin në parlament. Por letra ka ardhur në mënyrë nominative në emër të tij. Ashtu si kundi ka ardhur në mënyrë nominative presidentes së Kosovës. Pra, Trump është kujdesur që t'i japi rëndësi Edi Ramës, kryeministrit në Shqipëri, dhe Vjosës në Kosovë, pavarësisht se s'ka qeveri, por nuk ka dashur t'ja japi Albin Kurtit, i cili akoma nuk ka qeveri. Vazhdon, kanë prapë zgjedhje ata, po numrojnë, a kupton? Do kenë prapë zgjedhje edhe me presidentin. Ne i marrim për shembull të mirë Kosovën për zgjedhje, dalin rezultatet. Tash po numërohen ato që janë gabim. Është shembulli më i keq në Ballkan, po kjo është politika e Albin Kurtit dhe vetëvendosjes, këtyre tipave vetëvendosjes. Keni parasysh tash këtë që urdhon Deona Mihali. Ajo Grekja e Kosovës. Imagjino tash kur Kosovën sjell në gish një greke shqiptare. Katastrofë, po nesër kështu është. Tipi i tyre kështu është. Ky është Albin Kurti edhe lëvizja vetëvendosje. Pra, po e çon edhe në kuvend. Çfarë do bëj Partia Demokratike? Do ta votoj apo nuk do ta votoj? Edhe po dëgjoja Fatmir Mediun. Keqja e madhe e tij thotë se e bën në emër të tij. Po Trump nuk e ka sjell as në emër të Fatmir Gërdecit, as në emër të Sali Gërdecit dhe Sali 21 janarit. E ka sjell në emër të Edi Ramës. Dhe normalisht që kur e sjell në mënyrë nominative, nuk i është drejtuar kuvendit Shqipërisë, i është drejtuar kryeministrit. Kryeministri po e çon në kuvend, masi e ka aprovuar në qeveri. Dhe sigurisht kryeministri përgjigjet. Në këtë pikë, Fatmir Mediu nuk di, domethënë, sigurisht nuk mund ta vrasë veten sepse ai nuk është nga ata trima. I vërtet me 26 vdekur në Gërdec, po jo veten, për dështimet e jashtëzakonshme. Fatmir Mediu ka bër Sali Berishën të humbi 6 milion, 750.000 ka dorëzuar kesh në dorë Laçivites. Është shumë element tillë, po lere. Është kot tash ta flasim sepse ka 30 sa vjet që kur ka vdekur Indieri Sabrigoto, që ai livadhis me një parti fantazëm që ka. Pra që do bëj, Partia Demokratike, njerë fillojnë nuk na kanë lajmëruar, është tipike e Partisë Demokratike, s'na ka ardhur lajmërim, e di gjithë bota, s'na ka ardhur lajmërim, thotë Sali Berisha, për ne nuk shoj ke spaku, kështu thonë tash. Ato do votojnë, dy gjëra janë, o do ta votojnë aty Ramadurën do votojnë, që Ramadurë do iki, se kush do iki këta, kush i drejton, kush i njeh këta, kush i pyet njerë, kush i kanë konsiderat, kush ju vjen këtyre. Kujtohet një djalë i ri aty në Partinë Demokratike, thotë jemi izoluar, por nuk ka shkuar një ambasador, ka 4 vjet që nuk shkel Selin.
çfarë se lihet shkoi një ambasador kur ajo është marrë me dhunë, është marrë me sulm banditesk. Kush i njeh këta? Si njeh, kanë një non grata sipër, non grata nga 2 shtete atlantike dhe shumë të rëndësishëm si janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania. Nuk ja ktheu kush. Mbushën gjithë botën me do arrestohet Rama me datën 20, Anduena Labanin me gjithë të tjerët. I vjen prangat në Amerikë, prangat, prangat tjerë, në fakt me datën 21 erdhët i vjen prangat Ivanka Trump. Tashti, a do ta firmosin? Unë them që do ta firmosin. Po nuk e firmosin. Sigurisht janë anti-amerikan, anti-Trump. A do t'ja mbaj? Unë them që nuk janë mbaj, se nuk janë trima. As janë trima, as kanë qenë kur, janë thjesht shërgji, rumujaxhi, përfitus, nga njëni aty është edhe kriminal, kështu janë, po jo trima nuk mund t'jenë kur, asnjëherë. Them që do ta firmosin. Unë do kisha dëshirë që mos ta firmosin Ramaduron, t'jenë parimor, përderisa thonë kriminal, mafioz, Ramaduro, je për pranga, do të arrestojë Amerika, nuk kanë që ta, sepse praktikisht janë duke firmosur diçka për Ramën. Kështu që nuk e di se si do shkoj puna, por besoj se do ta firmosin. Dakor, miqtë e mi.